Horoskopi ditor e diel 9 mars 2025. Dashi. Ndonjë debat i vogël me partnerin do t'ju sjell humor të keq, por gjithsesi do të kompensohet shumë shpejt. Ndihma nga të tjerët nuk mund të jetë një alibi. Beqarët nuk do t'jenë me fat në dashuri, kështu që më mirë të mos lodhen duke kërkuar princin e tyre. Financat do të jenë të mira. Demi. Mund të arrini vonë në një takim të rëndësishëm me partnerin. Planetët do t'ju bëjnë impulsiv lidhur me këtë ngjarje. Beqarët do të kenë dyshime për hapat që do të hedhin dhe kjo do t'i shtyjë të mos tentojnë. Gjendja e financave do të jetë problematike. Binjakët. Dita do t'ju nisë me humor të keq, por do të përfundoj me humor të mirë, falë mbështetjes që partneri do të tregoj për ju. Në mbrëmje do të ndodhë një ngjarje bukur. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë që në orët e para të mëngjesit. Në planin financiar do të shpenzoni pafund. Gaforia. Nëse jeni çift sot, është momenti që t'jeni bujar me partnerin tuaj në të gjitha kuptimet. Beqarët nuk do t'jenë në humor për të dalë dhe për të realizuar takime dashurie, kështu që do të mbeten vetëm. Në planin financiar do të keni disa tronditje. Luani. Nëse shpresoni në ndihmën e partnerit, sot mos e prisni këtë gjë. Diçka duhet të ndryshoni në jetën tuaj. Suksesin do ta gëzoni pas kësaj. Beqarët nuk duhet në asnjë mënyrë të nxitohen sepse do të lëndohen. Buxheti do të vi duke u përmirësuar. Virgjëresha. Në mëngjes do të kaloni momente tensioni me njeriu në zemrës. Pasditja do të jetë nervozuese, ndërsa mbrëmja me telefonata irrituese. Beqarët do të fillojnë projekte të mëdha, profesionale dhe nuk do ta kenë mendjen tek dashuria. Buxheti do të varet tërësisht nga menaxhimi juaj. Peshorja. Nëse besoni se mjafton vetëm një diskutim banal për të larguar partnerin tuaj, do të thotë që ende keni pak besim tek ai. Beqarët do të kenë një ditë të ekuilibruar, edhe pse jo të gjithë do ta gjejnë shpirtin e tyre binjak. Buxheti do të jetë i mirë. Akrepi. Çdo ditë që kalon, partneri juaj mund të largohet prej jush. Yjet i mbështesin projektet tuaja dhe sot do t'ju japin mundësi të mira për t'i çuar deri në fund. Beqarët do të jenë me shumë fat në dashuri dhe pasioni do të ndizet furishëm. Edhe në planin financiar do të jeni me shumë fat. Shigjetari. Do të ndjeni një zbrazëti të madhe, duke menduar gjëra të vjetra të jetës tuaj. Mos bini shumë në këto mendime, por dedikojuni marrëdhënies aktuale. Beqarët do të kenë ndryshime rrënjësore në jetën sentimentale. Me shpenzimet nuk do t'i keni punët as pak mirë. Bricjapi. Sot mos u shqetësoni shumë, nëse nuk do të ndjeni emocione të forta për njeriu në zemrës. Mëngjesi do të jetë kështu, por mbrëmja premton rimëkëmbje të plotë dhe shumë dashuri. Beqarët do të kenë takime pafund, por nuk do të mund të mbushet mendja për të hedhur hapa të rëndësishëm. Financat kanë për të qenë të mira. Ujori. Partneri do të jetë personi vetëm dhe i duhur me të cilin duhet të diskutoni problemet që ju shqetësojnë, i cili do t'ju ofrojë mbështetjen e tij të pakushtëzuar. Beqarët më mirë t'i marrin gjërat shtruar për të mos u përballur me të papritura të pakëndshme. Shpenzoni me kufizime. Peshqit. Nëse jeni në një fazë që doni të bashkëjetoni, bëjeni me entuziazëm dhe largoni të gjitha frikrat. Nëse ju del ndonjë shqetësim me partnerin, tregohuni të hapur. Beqarët duhet të jenë më të hapur ndaj ftesave që do të kenë. Gjendja e financave do të vi duke u përmirësuar.